si ka mundësi që dy fëmijë rriten nga të njëjtit prind edhe janë komplet botë ndryshme. Një mentore më tha që dy fëmijë mund të jenë rrit jo nga të njëjtit prind, sepse në kohë të ndryshme prind kanë pas botë kuptim të ndryshëm. Edhe kështu rezonon edhe me pjesën tonë. Kjo duhet këtë ndikuar edhe në rritjen e ju të dyjave. Absolut. Nuk janë të ralla në njëjti fakt. person as mram me sot varë qa përjeton jetë, kështu që ndryshon. Fakti që jeni ndryshe ju bën që ti keni ato, po them përplasje, debatet e kundërshtimet e mendimeve më të ashpra, apo prapse i respektoni njëra tjetrës mënyrën se si e shihni jetën? Dikur kam pas debate, por në ndryshimet e mia nuk baj luftë më me askënd, sepse nuk bën dot luftë me mullit e erës. Çdo njeri ka rrugtimin e vet, çdo njeri ka procesin e vet të ndryshimit dhe sa do ti të munohesh të nikosh ndryshimin e tjetrit, pa i ardhur momenti vet nuk i nën ndryshimin. Ti ke ndërtuar karrierën tënde jashtë trojeve shqiptare, ëh? Jemi sinqert bashkëshorti ka bë karrierë për sa i përket real estate-it jashtë Shqipërisë në Dubai. Edhe unë kam kënë gjarë përfshime në fillim, por të pas parasysh nga më një fëmijë të vogël, impenjime në Shqipëri që dikush do të merret edhe me biznesin në Shqipëri, plus rrugtimit tem shpirtënor edhe ma dashur më shumë ndaj në Shqipëri. Por pak a shumë jam me mirë informuar për sa i përket Dubai.